Zotri Mara, faleminderit shumë që je bashkë me ne. Faleminderit për ftesën. Çka pas ditës së djeshme rikonfirmimit të Avdigjikut në krye të LDK-s? Po normalisht Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon punën e saj në mënyrë të natyrshme. Ju dini që kemi përfunduar një kuvend mbron për shkak të ftesës që është bërë nga një treta e delegatëve me kërkesën për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Lumir Avdigjiku, i cili ka përfunduar në mënyrë të suksesshme me demokraci të plot brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, me një debat të qetë dhe të shtëruar, por ne kemi thënë edhe më herët e themi edhe tash që ky kuvend ka qenë i panevojshëm sepse ju dini që zoti Avdigjiku është rikonfirmuar edhe në janar të këtij viti përmes një vot besimi dhe në vitin e ardhshëm ne kemi një proces të rregullt të zgjedhur brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, prandaj e kemi konsideruar si kuvend i cili ka harxhuar energji të panevojshme brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës në vend që ne të merreshim me proceset në për cilat po kalon vendi u dash që merrem edhe me këtë kuvend, mirë po e rëndësishme është që ky kuvend kaloi në mënyrë më të mirë të mundshme dhe zoti Avdigjiku është rikonfirmuar si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Reagimet në fakt, zotri Manaj, kanë qenë të mirë.